Господине! Ари, дьяволи! Эй! Mars 1999. Ushtria serbe po bombardohej nga forcat ajrore të NATO-s. Kishnic, vend afër Prishtinës. Nga mesi i marsit forcat serbe e kishin mbushur këtë fshat me shumë artilleri dhe trupa ushtarake e paramilitare, duke i fshehur nën pemët e këtij fshati. Më datën 24 mars 1999, banorët vendosën të iknin nga vendi i tyre për të shpëtuar të gjallë nga mira ato forca që ishin vendosur rreth rrotull, ku dhe i armatosnin banorët vendas serb. Duke pritur autobusin për në drejtim të Prishtinës, polici me emrin Mia na shau dhe na tha të ktheheshim prap në për shtëpi, se ju vet e keni kërkuar NATO-n. Gjatë maltretimit që na bënin neve banorve, ushtria serbe nuk e lejoi as nusen e vllaut që ishte shtatzan të lind në spitalin shtetëror në Prishtinë. Arsyeja, sepse ishte shqiptare dhe u detyrua të gjejë zgjidhje tjetër për lindje. Vllau ynë hypi në autobusin që shkonte në drejtim të qytetit të Gjilanit. Fatmirësisht nusja shtatzan kishte motrën që jetonte në Gjilan, shumë afër spitalit të lindjes. Kjo ishte dhe arsyeja të shkonte në Gjilan, ku kreu lindjen disa ditë më pas. Ashtu edhe ne familjarët e tjerë jemi shpërndar gjithandi. Avioni NATO e të gore. Dobar dan. Dobar dan. Jer sve u redu ovdje kod vas? Sve. Dobro, ajde da vidimo. Ako? A gde ideš ti? Za Prištinu. Spremite svi lične karte. Pregaditelje treftimat e gjithë. Ajde da vidimo. Ti, šta radiš bre ovde? Majmune. O, dobar dan gospodine. Mirdita. Mirdita? Šta je bre, šta misliš ti? Pričaj bre srpski, daj ličnu kartu. Vidiš kolega? Skend, shpejtimi jam, asum nja. Šta? Shpejtimi jam. Šta misliš bre ti, ko si ti? Šta misliš? Hajde bre vani! Hajde mrš samo! Vojite ga! Majmune! Hajde i ti! Tebi kažem bre, hajde! Hajde! Hajde i ti! Hajde vani! Vani, 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 vani! Hajde i ti! I ti! Hajde sada! Hajde marš odavde!
qenë pak ma e rëndë, domethënë. Pas përfundimit të luftës, ku edhe hynë trupat e para të NATO-s, unë isha njëri ndër banorët e parë që u ktheva në shtëpi në Kishnic dhe fillova të mbledh informacion për familjarët e mi të cilët ishin të shpërndarë gjatë luftës. Ne kishim marrë një lajm të zbet për humbjen e shpejtimit vllaut ton. Por ne disi nuk donim ta pranonim se ai nuk ishte më. Njeriu e parë që takova në lagjen ton ishte një e moshuar grua serbe, e cila më ngushëlloi për vdekjen e vllait. Unë e pyeta, nga e di ti këtë lajm? Ajo më përgjigj se kështu kishte dëgjuar. Shkova në fshatin Hajvali tek familja e nusës së vllaut për të pyetur, a din diçka për vllaun ton, edhe bijin e tyre. Aty pash një grup njerëzish që po bisedonin në lidhje me burgun e Lipjanit dhe u tha se ka 3 ditë se janë pa bukë dhe ujë të burgosurit aty. Shpejt u organizuam dhe arritëm tek ai burg për t'i nxjerrë të burgosurit. U futëm në pavilonin A1. Pasi përfunduam kërkimin në çdo cep të ndërtesës, në ato qaste erdhën ushtarët e KFOR-it anglez të specializuar, të cilët kërkuan që të dalim në oborrin e burgut, që ata të bënin kontrollin e plot të gjitha ndërtesave që kishte ai burg. Unë prisja vllaun tim. Pas përfundimit të kontrollit nga ana e KFOR-it, na u tha se aty nuk gjendet as një trup e as gjësen tjetër, sepse të gjitha ishin marrë nga paramilitarët dhe ushtria serbe me vete gjatë ikjes për në Serbi. I zhgënjyer dhe shumë i mërzitur, erdha në shtëpi. Por shpresa për vllaun e gjallë nuk na lejonte ta besonim se ai nuk ishte më. Para shumë vitesh isha duke punuar në Novi Pazar. Unë isha prej shumë viteve duke punuar në Novi Pazar, Serbi. Një komshi me nacionalitet bosnjak më tha se e njeh një serb në sigurimin shtetëror me grad shumë të lartë, ku ai ndoshta mund të bënte një kërkim për në burgun serb, ku kishte shqiptar të burgosur. Ne takuam atë serbin, ku i treguam ngjarjen. Ai pranoi të merrej me këtë çështje. Personi në fjalë për çdo gjë, për çdo takim, kërkonte një darkë të mbushur me mish e me raki. Pas takimit të 13, ai tha se vllaun e ke gjallë në burgun famkeq të Sheshelit, por ai kërkoi 50.000 marka gjermane për ta transferuar në burgun shtetëror, ose 100.000 marka gjermane për ta sjellë atë të gjallë deri në Prishtinë. Shpresa për vllaun e gjallë u kthye. Unë i thash se me të kanë qenë edhe 5 persona të tjerë, ku për të gjithë do t'i jepnim nga 100.000 marka gjermane. Për të verifikuar se është vërtet i gjallë, unë kërkova nga i të më tregonte si e ka emrin djali i porsalindur, ku është lindur, vendi dhe data e lindjes, si e ka emrin gruaja e tij. Ai pranoi dhe tha shumë shpejt
do të takohemi prap. Unë u gëzova shumë, por ai gëzim nuk zgjati. Të nesërmen në mesdit, komshiu im i nacionalitetit bosnjak më merr në telefon në vendin e punës dhe më thot: duhet sa më shpejt të ik nga i vend, pasi janë parë njerëz të panjohur që silleshin vërdall në lagjen ton ku ishim në Novi Pazar. Lash punën në gjysmë dhe mora nusën dhe vajzën, duke mbledh sa gjëra shpejt e shpejt, dhe unë nisëm me taksi për në Prishtinë, pa e ditur njeri. Pas ikjes nga Novi Pazari, tragjedia asaj kohe ka qenë me gruan time. Nga tronditja, ajo bëri abort të padëshiruar. Pas disa ditësh telefonova komshiun tim bosnjak, se kam mbritur mirë në Kosovë. Ai më tha se e kishin mbytur atë personin që isha takuar. E sigurisht se nuk e kishin arritur qëllimin e mashtrimit për parat. Të nderuar shikues, mirë mbrëma. Jemi me lojme qendrore. Sot në Llapnasjella për Prishtinës gjendet varrezë masive. Dyshohet për 6 trupa. Ndeshni kronikën në vazhdim. Gjendemi në fshatin Llapnasjell. 26 shkurt, vitit 2000. Tronditje. Morëm lajmin që ishte gjetur varrezë masive. Kjo merit e gjetjes së varrit masiv i takon një polici me komsi kanadeze që ishte ardhur me trupat paqëruajtëse të NATO-s në Kosovë. Ne familjarët i kërkojmë falje policit edhe shtetit kanadez që nuk i dim as emrin e as mbiemrin për ta falenderuar. Gjatë procesit të ekzaminimit, mjekësia ligjore konstaton se familjarë të kujt ishin këta trupa. Ne prap kishim dyshime se ai trup nuk ishte vllau ynë, sepse këta trupa ishin aq të dëmtuar prej ekzekutimit, shkeljes me tanke dhe djegjes së kufomave. Ne e marim arkivolin dhe e bëm varrimin në varrezat e dëshmorëve në fshatin Makoc, në afërsi të Prishtinës.
Po, familje të përpora, hajde. Pas gjetjes dhe varrimit të vllaut ton. Pas gjetjes dhe identifikimit dhe varrimit të vllaut ton, bashkëshortja e të ndjerit vendos të kthehet në familjen e prindërve të vet, sipas zakoneve të vjetra shqiptare. Ndërsa djali, i cili mbeti pa baban, tani mbetet e pa nanën. Mora përsipër që të arrisja unë me shumë dashuri. Rasti për të ekzekutuarit gjendet në gjykatën e Hagës për krime lufte në ish Jugosllavi. Por fatkeqësisht nuk është shpalosur asnjëherë nga asnjë person zyrtar i asaj gjykate. Tani në vitin 2024, më e moshuara e familjes son është Halla Mevlide, e cila na mbledh të gjithëve për t'i dërguar kurora me lule. Dhe këto kurora nuk do t'i mungojnë asnjëherë.